Po mirë, atëherë po vazhdoj unë, po flas për plerat atëherë. Kthehem përsëri tek biseda, tek temat për plerat. Për plerat? Po, për plerat. Diskutojmë bashkë, besoj se do kemi diskutim të gjerë, spektatorin e kemi. Mua më gjetë ti të flasësh për plerat. Ja ke gjitha njerëz këtu, lutem. Ashtu? Po më lë vetëm, ha? Po. Dakor, vazhdoj unë. Atëherë, të dashur me që ngri kjo mendon se të flisja vërtet për plerat unë. Natyrisht, gjithmonë kam pasur kënaqësinë të ndaj me ju momente komike nga jeta ime personale. Dhe si e tillë, gjithmonë më ka pëlqyer që ta ndaj historinë të qeshurën, ta ndaj me ju, me publikun. O Koni! Dhe, po? I pagova dritat. Faleminderit. I kishe me kamat. Koni, i pagova nga xhepi, Po? I pagova nga xhepi dhe dua lekë tani. Dhe natyrisht, dashur miq, pavarësisht mendoj se vjen një moment kur njeriu nuk di se çfarë kërkon. E di, lekë dua. Po ju do më thoni se ç'më duhet mua? Si është të duhet, në më lekë tashi, kot. Në më lekët. Do t'ju jap më vonë... Jo, nëmi tani. Do t'ju jap më vonë një shembull. O Koni. Një shembull që... Ishte një miku ime duke dalë shëtitje e rrugës me fjalë dhe një njeri pa dëshiruar për ne. Edhe i them unë, ik, mos e me ne. Nuk ik unë, dua lekët. Nuk ik unë. Po ikor të thash, ik. Në më lekët tashi, kot kë. Sepse kur njeriu gjen... Gjen kos, lyen dhe kurizin, e dim, në jep lekët. Kur njeriu gjen një mik... Qa miku është ai që si jep lekët e kosit, o Koni? Dhe natyrisht më tregoj një anekdot, shoku. Bukur, shoku mirë qekaj. Po, kur të them që aqë bukur anekdota, sa që më plasi... Të plasi ty, kos mirë njës. Po më plasi një e qeshur, që edhe kur e kujtoj, tani këto momente, më vjen më të qeshur. O Koni, të ke që vaj se vdiqa. Ku? Ju policjeni? E pra, vazhdoja të qeshurën për histori që po të regoja se e qeshura është e mirë, është e të lirë. Qeshti qesh, talë me fatkisi... Hajde këtu. Hajde këtu! Hajde këtu! Nuk vi do të jam i shoqërua. I thua i shoqës të fali 2 minuta, hajde këtu. Lera aty. Ami, 1 sekundë, mos u mërzit. Erdha. Tëra! Hajde këtu! Po pse na trem, Koni, qa ke, pse na trem? Pse nuk më le mua të mbaroj ligjiratën nga fillim deri në fund, du të rregoj njerëzve historinë? Pse? E di ti ku jemi këtu? E di. Ku jemi? Këtu. Po jemi në televizion! Në rregull. Iko, Pirzo. Jemi në televizion. Më fal. Çfarë do nga mua? Lekë do. Qa lekë do? Lekë të kose i pagova nga xhepi, më Koni pse bën kështu. Sa lekë do? 3.000 lekë. 3.000 lekë? Po. Na 10. Jo, 5. Ja. Pa. Jo, më do t'i kthej unë. Ja, mos pi kthe. Në rregull. Mos pi kthe. Në rregull. Në rregull, i more? I mora. Mirë. Sa lekë merr ditën e punës? Sa merr? O sa marrim 15.000. 15.000 merr? Mirë. Deri tani ku ishe? Më pagova dritat e tua. Ore, ishe në punë apo jo? Jo. Si ishe në punë? Jo. Mirë. 3.000 lekë që në more? E mora, ja. Për sot e ketë prerë ditën e punës. Qjo? Kos mirë njësje!